sepse unë ndikohem nga ata që janë afër meje që më njohin dhe e mirëpres të drejt për drejt mesazhin, e përpres jo në rrjetet sociale, jo, domethënë unë jam përdit rrugëve, e keni mundësinë të takojnë, dikush që do të thotë diçka ta thotë. Komentet, i vetmi koment në thonjza negativ, po që është meme, e lexova që Zhabo e kishte thënë Xhikut, besoj që është nisur nga që thoshte Sugar Daddy, që këtë kam si gocën time, ku e diun se çfarë, nisur nga një episodi i ledatimit të flokëve. I djeshëm, Ibrahimit. Këtë komentin e arrogantit e kam lexuar dhe e kam dëgjuar. Koment tjetër negativ e kam, por nuk është nuk ka nevojë për mbrojtje sepse Xhiku nuk ka nevojë për mbrojtjen time. Sepse nuk do arri kur mendoj që të pozicionohet në një situatë që ta mbrojmë. Sepse është me shumë eksperiencë, me shumë përvojë, e di çfarë bën dhe në këtë pikë në thjesht bëjmë ato pra miqt. Nëse ke njëri brenda, ata që janë nga jashtë ndoshta e përjetojnë edhe më tepër dhe thjesht mund të bëjnë atë suportin pa pasur asnjë lloj ndikimi se ai nuk të shes se çfarë po bën ti jashtë që ta ndikosh. Jemi jashtëzakonisht shumë herët. Unë do doja me fjalë edhe për t'ju rikthyer dronit që ti çojë një mesazh i fortë, por nuk e kemi bërë neve me njëri tjetrin këtë. Ose më saktë e kemi bërë tek Dancing with the Stars, Flori dhe Miri kanë qenë suport i jashtëzakonshëm i imi kur unë kam marrë pjesë te Dancing with the Stars i parë. Një suport që nuk e mendoja që do ishte ashtu, aq i fortë. Edhe në fund të ditës unë dola shumë i nderuar sepse përveç suportit të gjithëve, përveç mesazheve shumë pozitive, ajo që unë doja, ajo që besoj që Miri do, ajo që Westside do gjatë gjithë kohës është çmimi i publikut. Dashuria e publikut. Ne vdesim për çmimin e publikut. Ne investohemi për çmimin e publikut. Këto momentet negative nuk mund të ndodhi që të lajthisim në mbas 25, mbas 30 vitesh karrierë. Pra nuk ndodhi një Big Brother që Miri bëhet arrogant etj. Nuk ka shanse. Sepse kemi shoqëri, kemi njerëz që na njohin rreth rrotull etj dhe çështja e arrogancës, çështja e gazit, po e them gaz, nuk po e them ndryshe për çështje etike. Do ishte evidentuar nga më përpara. Kam përshtypjen që mund gatrohet ndonjëherë edhe pjesa e ironisë. Me arrogancën, por është një fije e hollë që i ndan dhe kam përshtypjen që ata që e kuptojnë. Ne nuk jemi kurse si arrogant, nuk jemi kurse si përbuzës, bullizues, nuk kemi qenë. Po them ne sepse e njoh dhe mirë, edhe Miri nuk është i tillë, nuk është bullizues, nuk arrin kur ta kaloj cakun. Mendoj që Stenaldo mund futesh më mbrapa sepse dola direkt te Stenaldo, sepse jo, ti ke një gjë shumë të mirë që edhe flet edhe pa të pyetur ne dhe bën shumë mirë. Po sepse po e shoh edhe këtu live Big Brotherin dhe ndikohen. Është një amortizator që duhet vinte më mbrapa, po prapë është edhe kjo dilema që duhet futesh ta shihet, të futesh më mbrapa etj. Pra unë komplimentoj jashtëmase të gjithë produksionin që ka futur një artist dhe një njeri human të jashtëzakonshëm si Stenaldo, një person me aftësi të kufizuar që përfaqëson denjësisht po themi këtë kategori dhe këtë pjesë. Më vjen shumë keq që dal nga tema në temë, kam aq shumë sa për të thënë, pra më është zgjidhur goja, kisha një intervistë me Sidorelën, më është zgjidh goja në një farë feje që s'po e besoj as vetëm.